Komisioni Shtetëror I Zgjedhjeve ka dhënë mbi 1460 akreditime për ndjekjen e zgjedhjeve, për 807 monitorues vendas, 640 monitorues ndërkombëtar dhe disa gazetar të huaj. Nga organizatat ndërkombëtare, ODIHR-ja është me më shumë monitorues të akredituar. Misioni vëzhgues thotë se ndjek procesin me kapacitet të plot. Vëzhguesit tanë ndjekin një format standard dhe përderisa jemi këtu, I shikojmë të gjitha aspektet e zgjedhjeve nga lista zgjedhore, regjistrimi I kandidatëve, fushata, aktivitetet e fushatës edhe në teren, edhe online, monitorimi I mediave është gjithashtu një komponent shumë I rëndësishëm I punës tonë. Ne në fakt kemi fokus specifik tek mediat, kështu që I shikojmë të gjitha aspektet, si pjesëmarrja e komuniteteve etnike, që është diçka e veçantë për Maqedoninë, gjithashtu personat me aftësi të kufizuara dhe pjesëmarrjen politike. Këto janë aspektet e përgjithshme për Maqedoninë e Veriut. Nga organizatat vendase me më shumë monitorues është shoqata Wake Up me mbi 400 monitorues, kurse pasaj vjen Civil me 60 monitorues. Interesim kanë treguar edhe disa gazetar nga rajoni dhe bota.